Alianca rrit buxhetin në 6% të buxhetit në nivel të vendit për arsim. Mësimdhënësin ta trajtojnë me dignitet, shumë shkurt rreth numrit të qerdheve të proklamuara nga kolegu këtu. Jo vetëm që nuk janë ndërtuar 160 qerdhe, por mos harrojmë në atë numër 74 qerdhe që janë në ndërtim me sipër, shumica atyre që janë të përdorshme sot kanë qenë objekte të cilat janë shënuar gjaja se kanë filluar nga themelet, po e përmend rastin në Gjakov, ka qenë vetëm inventari sepse ka qenë komplet objekt. Unë jetoj aty, ju besoj që nuk e dini. Prandaj e para në Kosovë kur s'kemi pas problem sa i përket mungesës së ligjeve. Ligjet vetëm se nuk janë zbatuar. Gjithmonë kemi pas ligjet mira. Në këtë rast e para Alianca rrit buxhetin në 6% të buxhetit në nivel të vendit për arsim. Krijimin e kushteve më elementare që shumë shkolla sot vujnë në mungesë të inventarit, mungesë të laboratoreve, mungesë të digitalizimin vetëm se e kemi në programin ton, por gjithmonë me hapa konkret. Ajo që duhet ne të punojmë mas shumti është që mësimdhënësin ta trajtojnë me dignitet, nga se nuk guxojmë me ranë nivele që mësimdhënësin ta vlerësoj secili që i teket në një komunë. Jeta është shumë e pa arsyeshme nëse vim në një rast kur dikush qoftë nxënësat apo prindrit apo vim jashtëligjshëm tentojmë të bëjmë një vlerësim të një mësimdhënësi. Duhet të mësohemi të respektojmë ligjet, të respektojmë edhe strategjitë arsimore, po mbi të gjitha janë institucionet të cilat vlerësojnë punën e drejtorit, zëvendësdrejtorit apo edhe vetë mësimdhënësve. Pra, nuk guxojmë shkojmë jashtëligjshëm edhe kushdo që quhet në mëngjes thotë që një mësimdhënës kushtimisht është jo i mirë. Pra, kjo duhet të kuptohet në radhë parë te institucionet e arsimit të lartë, nxjerrin kuadro, pastaj janë institucione tjera që vlerësojnë edhe vetë mësimdhënësin. Nxënësit ne arsimin tërditor e kemi në plan, por nuk guxojmë me bën një hap pa e bën një shqyrtim në tërësi të Kosovës në radhë parë gjitha komuna, pastaj të rregullohen edhe me ligj.